Sti interesi dhe hallit të një njeriu të vetëm. Zgjedhja është midis së mirës madhe të përbashkët të gjithë këtij vendi, gjithë këtij kombi dhe interesit të një familje të vetme. Zgjedhja është midis Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, zonjë në Europë dhe kënetës dhe bufit saj për ta kthyer Shqipërinë prapë atje ku ajo gjithmonë përfundon kur është ngatoduar drejt e ngrohtë. Si mund të diskutohet kjo zgjedhje? Si mund ta diskutojnë prindrit demokrat se çfarë duhet votojnë në 11 maj, kur në 11 maj me votën e tyre ata nuk investojnë për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Ata investojnë që fëmijët e tyre të kenë pasaportën europiane të Shqipërisë. Dhe me atë pasaport, të shkojnë të studiojnë ku të duan në Europë, jo si student huaj. Jo me tarifa që i paguajnë prindrit sa thëmbu pulën, por si student europian që pavarësisht se lëvizin këtu nga Maligji për të shkuar në Paris apo në Lisbon, janë në shtëpinë e tyre. Si mund ta diskutojnë? Çfarë diskutimi? Mund të bëjnë tek zgjedhja e tyre fermerët dhe bujqit e gjithë kësaj zone demokrat, kur me votën e tyre ata nuk do investojnë për Edi Ramën dhe për Partinë Socialiste. As për Nikon dhe Pendavinjën. Me votën e tyre, ata do bëjnë një zgjedhje shumë të qartë. Me Shqipërinë në BE që do të thotë 300 milion euro në vit vetëm për bujqësinë, apo me bufin në kënet, që do të thotë asgjë më shumë, asgjë më pak, po mbrapsh tek ajo grop nga e cila 2 herë bufi e zhyti Shqipërinë, 2 herë Partia Socialiste e nxori Shqipërinë. Qarë diskutimi duhet bëjnë 11 maj votues të parë, vajzat dhe djemët e familjeve demokrate? Qarë diskutimi duhet bëjnë? Që atë votojmë bashkë me bashkëmoshatarët tanë për Shqipërinë BE, apo të ndahemi mes nesh, disa me BE-n, disa në kënet? Si mund të shkohet në kënet? Qarë ka atje? Qa ka atje? Se më tregonin një video, çfarë? Një deputet këtu i kënetës, një Fidel. Hajde. Hajde mundi, hajde. Hajde muhabet, hajde. Hajde qyryk, hajde. Po kur thonë Edi Rama ofendon burrat se i quan qyryk. Jo, prit, e them unë, po prit. Po. Unë them kështu, Partia Socialiste nuk mundet dot. Është e kot. Pse? Sepse Partinë Socialiste mbështesin 56% e gravet e vajzave të Shqipërisë. Ndërkohë që te burrat jemi më ngushtë në diferencë me kënetën. Pse? Se gjysma e burrave nuk janë mirë. Nuk janë mirë. Ata mund jenë në rregull në punën e përditshme, dalin, shkojnë, futen atje, nuk e dia, për shembull ai atje i farmacisë më duket si demokrat. Ai shet ilaçet, ai pret njerëz, është në rregull ai. Po hyret e politika, ai është qyryk. Nuk shef. Nuk kupton. Bëj çfarë duash ti. Bëj bulevardin, bëj pallatën e kulturës, jepi dritë qytetit, rrit çfarë të duash ti. Do kënetën ai, është qyryk.
Dhe më pëlqen shumë, sepse ngrihen tani ata, deputetët, edhe bëjnë statuse, ne nuk jemi qyryk. Si mund të thot njeriu unë s'jam qyryk? Ai që thot unë s'jam qyryk, ai vetëm qyryk është. Kështu që burrat, gjysma janë, gjysmën e trurit e kanë me ujë. E ujë kënete. Por ama ne e kemi shumë të thjesht llogarinë. Shumicën e grave, shumicën e të rive, gjysmën e burrave na mjafton ajo dhe ne jemi ku e ku. Ama, se do t'ja u them sot, se të gjitha gratë dhe vajzat që janë këtu i ftoj të vinë sot në Pallatën e Sportit. Në Pallatën e Sportit. Do t'ja u them dhe sot në sy grave. Kanë mision të madh gratë. Dhe nëse Shqipëria sot është afër Bashkimit Evropian, siç nuk ka qenë kurrë, arsyeja kryesore është që kjo forcë politike mbështetjen kryesore e ka të gratë. Edhe ju e burrat, nëse jeni të mençur e të mençur jeni përderisa jeni këtu me ne, juve e dini më mirë se unë këtë punë. Unë e di që e di, po ju e dini dhe ju. Se imagjinoni ju se çdo ndodhte në Maliq sikur tëra gratë dhe vajzat të iknin një muaj, e t'ju linin ju këtu me gëzimin. E di ç'do bëj këtu apo jo? Ju të tërë do i kishit lesht deri këtu. E do vinit vërdall, vetëm bishti do ju mungonte. Të parruar, të palar, të pangrën, komplet të mbaruar. Po shqyr që keni zonjat, keni vajzat, që mbajnë shtëpin pastër, edhe ju mbajnë dhe ju pastaj bëni punën tuaj, atë nuk ja u mohon dot njeri. Po unë po e zgjas pak se më pëlqen shumë kur më hidhen ata pastaj thonë, ne s'jemi qyryk. Po kur thonë gratë tona janë burnesha, po të them dhe unë, fiks. Fiks atë shqyr që janë gratë burnesha. Se t'ishte për burrat, Shqipëria nuk i afroi kur bëhes. Kur? Dhe prandaj ne kemi sot si parti krenarin që themi që në listën e mbyllur 52% ne kemi gra. Ne kemi gra. Ha? Qartë? Burrat do t'i merrni ju, po prandaj ju duam ne, që t'i merrni dhe burrat me vete. Si mendove ti? Patjetër, se burrat bëjnë si të fortë kur dalin nga shtëpia, kur vinë atje rrin kokën ulur. Se u vonove koka ulur. Kur dalin nga shtëpia bëjnë si të fortë. Po ne burrat do t'i marrim patjetër. Patjetër, përmes jush. Ju jeni të mrekullueshme, jo të mira.